Të dashur shqiptar, kam bler një thik japoneze. Dhe unë kujtoj se kjo thik ishte për të prerë mish. Tani, po të mos jesh japonez, mjafton të shikosh që ndryshe është etiketa në çantën për ta futur thikën dhe shkrimi është krejt ndryshe tek thika vet. Pra pa dashje kam bler një thik jo për të prerë mish. Shikoni me vëmendje. Kjo është çanta, shkrimi që përshkruan thik për prerje mishi. Tani do të shikojmë thikën origjinale. Është e paketuar mirë me zinxhiret. Ky është shkrimi origjinal, krejt tjetër nga shkrimi në çantën për paketimin e thikës. Tani do të tregoj. Kjo është pjesa jashtme e kutisë origjinale. Kjo është thika. Është shumë e mpret. Mund të vdesësh pa dashje gjatë prezantimit të kësaj thike. Të dashur shqiptar, kjo është thika. Me një mbishkrim tjetër nga ai. Dhe këtu kam dhe dokumentin origjinal në japonisht. Pra shkrimi i çantës është ndryshe nga shkrimi i thikës. Kjo është thikë shumë e rrezikshme, shumë e mpret. Mjafton ta prekësh dhe të çahet gishti më njëherë, sepse kjo thikë, të dashur shqiptar, nuk përdoret për mishin e lopës. Kjo thikë është për mishin e njeriut. Japonezët, kur turpërohen publikisht, e përdorin këtë thikë për të bërë harakiri. Lexoni në internet, çdo thot harakiri në japonisht. Pilotët japonez ngjiteshin në avion duke e ditur shumë mirë që nuk do ktheheshin më. Dhe ashtu i fitonin të gjitha betejat. Bënin harakiri, godisnin luftaniet e armikut, të gringorve. Pra, kjo është ideja harakiris, e sakrificës për atë dheun. Ose në qoftë se turprohesh shumë para gjithë kombit, siç bëjnë të gjithë politikanët shqiptar, ata duhet bëjnë një thikë të tillë, nuk duhet shkojnë në burg dhe t'ia fusin vetes për ato që i kanë bërë Shqipërisë. Dhe ai që duhet kishte bërë harakiri para çdo kujt tjetër është Sali Serbi. Por ai do na çojë të gjithëve neve në varr sepse është vampir. Do jetoj 400 vjet. Tani, të dashur shqiptar, ç'o ndodh? Në faqen për himarën ekziston një hartë e botuar nga shqiptarët që s'din greqisht, një dokument i cili është prezantuar tek presidenti Wilson në vitin 1919 përpara se sa ai të largohej nga kjo botë, sepse presidenti Wilson nuk e pranoi traktatin e Londrës. Dhe në këtë hartë shkruhet, në legjendën e kësaj harte, në greqisht, pyet drumadhe. Ne i themi krahinës së himarës drumadhe. Është pyet në hartën që përgatitën grekët, nuk ka ekzistuar si toponim. Dhromi, i themi dërmiut. Dhromi është tek legjenda e hartës rrugët. Të gjithë Shqipërisë, dhromi quhen. Dhe në Shkodër ka hyrë ky emër. Dromi i thon rrugës në Shkodër. Ka hyrë nga greqishtja. Çmenduri. Himaros i thon në greqisht Projt. Dhe është në legjendën e hartës, Himaros. Është emri himarës.
do thot përua, emër në hartë. Çdo përoj në greqisht i thon kështu. Potami janë lumenjtë në hartë, me ngjyrë blu të hapur. Është toponim në himar, Potami. Dhe më e bukur nga gjithë, Bonos, shqiptohet vuno, është mali në çdo hartë greke. Në legjendën e hartës, është emri i vunojit nga shqiptarët, nuk ekziston si toponim i lashtë, do thot mal. Dhe unë kam thënë këtë në disa nga filmat e mi. Si ka mundësi që fjalët e përgjithshme në greqisht të bëhen toponime në shqip? Dhe dola me teorinë e kangurit. Si u krijua fjala kangur, në Australi, anglezët u takuan me vendasit, me indigjenat, dhe pan një kafshë të çuditshme me xhep. Ku mbante një kangur të vogël, kanguri i madh. Dhe i thonë, ç'është kjo kafshë e çuditshme? Dhe ai vendasi thot, kangaru, nuk po të marr vesh. Dhe mbeti emri i kangurit. Edhe shqiptarët i thonë, ç'doni këtu? Ata që bënin hartat, grekët, i thonë, vuno, po shkruajmë vuno. Dhe shqiptari thot, vuno, emri malit. Po ç'e po vizatoni këtu? Potami, lumë, në hartë. E shqiptari thot, emër lumi, për javë unë, në himar. Po kjo çfarë është? Përua, himaros. Do javë emrin himar, thot shqiptari. Pra, shqiptari është sjell një lloj si vendasi i Australisë. Komplet i zhveshur, nuk e dinin të ai se çfarë ishin mbathjet. Mbathjet e para i ka veshur nga britanikët, vendasin Australi. Gjëja e parë që mësoi ishte që duhet të vishte mbathje, se për ata nuk ishte në gjë e keqe të lëvizje pa mbathje, siç lëvizin këngëtarët e Shqipërisë sot në skena. Është gjë natyrshme. Pra, nëse do të bëhesh i famshëm, do t'i heqësh mbathjet për fat keq. Pra kjo thikë nuk është bërë për të prerë bukë, por në qoftë se turpërohesh, në qoftë se i vë emrin Potami, Drumadhe, Drur, vendit tënd në himar, përua, himaros, ti duhet të bësh harakiri shqiptari për këtë turp të madh që ke bërë. Po ti e ha turpin me bukë, edhe me kos, të bëf të mirë, dhe i thua vetes drilon me krenari. Në fakt, ne jemi Republika e Drilonit, sepse shqiptari nuk ka identitet kombëtar. Nuk ka. Na kanë vënë emra grekët ne si baktit. Pra, vuno është emri i malit në hartë, në legjendë. Dhe ne kemi bërë emër toponim në himar. Harta e copëtimit të Shqipërisë të prezantuar në vitin 1919 është pranuar nga Partia Demokratike, është bërë aleate omonia për herë të parë në parlamentin e parë shqiptar demokratik nga Sali Serbi, dhe madje Sali Serbi në 2007 kur fitoi zgjedhjet për herë të dytë me ndihmën e Ilir Metës, të shitur te grekët, ai nxjerr një ligj që është akoma në fuqi, që kryetarët e bashkive mund të ndrojnë emrat e toponimeve shqipe në greke. Sali Serbi. Mjekët thonë që ai është martuar me kushërirën e tij për shkak të sëmundjeve gjenetike që kanë fëmijët e tij, po ky nuk është problemi ynë, por i tij. Të njëjtin problem kanë patur perandorët e Habsburgut, martoheshin me kushërira dhe fëmijët u lindnin me deformime dhe me sëmundje gjenetike dhe ata nuk e dinin pse ndodhte një gjë e tillë. Po edhe elefanti nuk martohet me kushërinj. Elefanti është më i zgjuar se
djali Vučidolit në Tropoj. Pra, ky Vučidolas, që do thot lugina ujkut në serbisht, ka nxjerrë ligjin sipas të cilit grekët mund të ndryshojnë toponimet pa pyetur Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe as parlamentin. Dhe grekët po ndryshojnë të gjitha emrat shqiptar në emra grek. Po të ashtu quajtur grek, arvanitas të helenizuar që nuk e din që emrat që ata përdorin janë emrat e legjendës së hartës. Tani shqiptarët nuk e din ç'do thot legjend, kujtojnë se është ndonjë mit, pellazg. Legjendë është një kuadrat në anën e djathtë në fund të hartës, ku shënohet me ngjyrë të kuqe dhromi, rruga, me ngjyrë blu, Potamia, lumenjtë, me ngjyrë jeshile, drumadhe, drurët, pra të zot që është në qiell. Me ngjyrë bojkafe, mjalti, vuno, mal, pra të zot që është në qiell. Këtë kam zbuluar krejt rastësisht. Pra shqiptar nuk e di ç'është legjenda e hartës, edhe sot e kësaj dite. Legjenda e hartës tregon se ç'kuptim kanë vijat e kuqe, vijat blu, vijat ngjyrë kafe, nuk janë mjalt, po janë malet. Vuno. Unë kam përshtypjen që edhe një vendas nga Australia do e kuptonte çfarë është legjenda, po ta shikonte hartën. Është viti 2025 dhe akoma emrat e legjendës së hartës greke të coptimit të Shqipërisë akoma janë toponime në himar. Me ngjyrë bojkafe, vuno, mal, është toponim në himar. Merë frymthell. Shkoni merri një thik çfarë domore, pse japoneze. Shkoni futja një vetes me këtë që keni bërë. Shturp shumë i madh kjo që ka ndodhur. Unë kujtoja se himara ishte përbindshi i dimrit i përdorur nga etruskët në busta të mrekullueshme. Nuk ka lidhje fare. Himaros do thot përua në legjendën e hartës së coptimit të Shqipërisë. Vuno me ngjyrë bojkafe janë shënuar malet e Shqipërisë dhe të Greqisë, quhen vuno, mal. Potamos i thonë lumit në greqisht dhe në shqip, dhe është në çdo hartë greke, në të djathtë, në legjendë është emri i lumit Potamos, por nuk është toponim në Greqi. Pra u zgjidh enigma më e madhe e Shqipërisë. Fjalë të bukura pellazgë. A kuptoni se kush jeni ju apo jo? A morët vesh më në fund? Pra, nëse unë kam bërë një gabim dhe bleva thikën për të bërë harakiri, e ngatrova me thikën e bukës, kjo mua më falet, se unë s'di japonisht. Por të banosh në himar dhe mos ta dish që vuno i thon malit në hartë në greqisht, Potamos i thon lumit në greqisht, Drumades i thon pemëve në hartë në greqisht, dhe ti e ke si toponim. Himaros i thon përojt në greqisht dhe ti e ke si toponim. Po ti duhet bësh harakiri ore shqiptar dhe ti kërkon bashkimin me Greqinë. Po ti nuk di greqisht, more, ti s'di të lexosh hartën greke, o gomar, o shqiptar. Mirupafshim në filma të tjerë shkencar nuk ja vlen të bësh as harakiri. Se ti nuk di, ashtu siç nuk di dhe unë, që kjo nuk është thik buke, është thik harakirie. Me siguri ti pret bukën me thikën e harakiris japoneze. Jam i sigurt. Dhe kur të presësh gishtin pa dashje një ditë, do lexosh etiketën që kjo është thik harakirie, jo thik buke. Mirupafshim shqiptari Driloni me kënaqësi ti thua vetes Drilon, e di unë, është emër i bukur. Drilon, shumë i ëmbël, i gjatë, paksa rumbullak, emër i mrekullueshëm. Të bëftë mirë shqiptari, mbaje për jetë. Mos e ndro këtë emër.